Lexova sot në media se Spahu ka kryer kontroll 2 oligarkëve të shëndetësisë me emrat Allajbeu dhe Karafano. Janë këta 2 personazhe të cilët jo vetëm kanë përfituar koncesione nga qeveria e Ramës, por nuk kanë qenë objekt i hetimit komisioneve hetimore parlamentare të iniciuara nga Partia Demokratike. Me sa duket janë oligarkë që e kanë mirë edhe me Ramën edhe me Berishën. Pse është e rëndësishëm ky fakt? Po i referojmë kodit penal të Republikës Shqipërisë, i cili maksimumin e dënimit për oligarkët që korruptojnë zyrtarët e lartë shtetit dhe ka vetëm 5 vite burg, ndërkohë që zyrtarët shtetëror dënohen deri në 12 vjet. Propozimi ynë i Lëvizjes Bashkë është që të barazohen dënimet e korruptuesve dhe të korruptuarve dhe sipas modelit kodit penal italian të 2019-s ta rrisim dënimin maksimal për korrupsion aktiv dhe pasiv deri në 20 vite burg. Po ashtu shumë e rëndësishme që të hiqet parashkrimi i veprave penale të korrupsionit aktiv dhe pasiv nga kodi penal, sepse prej parashkrimit, sidomos oligarkët përfitojnë duke mos pësuar asnjë lloj penaliteti, qofse kalojnë 5 vite nga dita kur ata kanë kryer veprën penale, praktikisht janë të padënueshëm, duke bërë që shumë prej tyre të gëzojnë miliona e miliona euro të përfituar padrejtësisht dhe të mos u hy asnjë gjem në këmbë. Vendet demokratike, dhe po i referohem këtu shembullin e Mbretërisë së Bashkuar, nuk e njohin statusin e parashkrimit veprave penale që lidhen me korrupsion e zyrtarëve të lartë shtetit. Kështu që është shumë e nevojshme që ne të ndryshojmë ligjet për ta shtrënguar darën ndaj korruptuesve dhe të korruptuarve. Kjo është dita 2 e fushatës Lëvizjes Bashkë për të mbledhur firmat e qytetarëve për iniciativat tona ligjvënëse për të fuqizuar shtetin e së drejtës, prandaj ju ftoj sërish të vini të na bashkoheni, të nënshkruani, të shpërndani fletushka bashkë me ne, pse jo të bëheni dhe pjesë e Lëvizjes Bashkë.